Të ndërruar anëtarë të Kuvendit, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të mjetëve, shoqërisë civile, zyrtarë të komunës dhe hyrje të pranishëm. Me ftesë të kryetarit të komunës, zotëri Ismail Latifit, jemi ftuar me mbledhjen e mbërruese të Kuvendit të komunës. Kjo sot do të ketë këtë rëndite. Dhënia e betimit nga anëtarët e Kuvendit të komunës, dhënia e betimit nga kryetari i komunës, fjala përshëndetje e kryetarit të komunës, zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit të komunës, dhe në fund fjala përshëndetje e kryesuesit të Kuvendit të komunës. Fillimisht duam të verifikojmë listën e kandidatëve që janë prezente. Dhe në momentin që unë i thras emrin, të gjithë kandidatë duhet të deklarohen me ngritje dorës. E dini që përpara kanë qenë 31 delegatë, tash janë 27 për shkak të rrëzimit të propozitave të votë. Kalojmë në pikën e parë të rendit ditës. Edhe, po, mund të verifikuar emrin sekretarit, hajde verifikojmë. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje kryesues, përshëndetje për gjithë pranishmit, anëtarëve të ri Kuvendit ju uroj sukses në të ardhmen, besoj që do të kryejmë një punë mjaft mirë për komunën e Lahovecit. Ja fillojmë një nga një me emrat, ata që i thrast ju lutem me një ngritje dorës se po që janë prezent. Fatmir Iska, Besnik Hoti, Mentor Durgut, Feriz Thaçi, Rojdi Morina, Saranda Sajtik, Berat Duraku, Lindrit Morina, Nora Boshnjak, Dafina Gashi, Enis Durgut, Direkzion Kastrat, Nihal Shala, Qazim Çama, Fari Elushi, Yll Kasheu, Hasbije Shala, Vjora Vishterna, Zana Çanta, Defrim Kafegjiu, Bujar Mustafa, Yusuf Dermana, Salis Alteku, Melinda Iska, Altin Zhunic, Mirsat Sheu, Flutura Thaçi. Ju faleminderit, fjalën e kaloj kryesuesit. Faleminderit, u verifiku se të gjithë anëtarët e Kuvendit janë të pranishëm. I ftojmë anëtarët e Kuvendit që ta bëjnë betimin. Të ngrihen në këmbë dhe të bëjnë betimin duke lexuar deklaratën solemne dhe duke përsëritur fjalë për fjalë deklarën. Unë, Salis Alteku, betohem se do të kryej me nder, pislikëri, pa anime, me ndërgjegjje dhe sipas ligjit në detyrë. Do të shtoj atrozimet e mia si anëtar i Kuvendit komunës. Në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qenë për të gjithë. Betohem. Faleminderit. E ftoj kryetari i komunës zotëri Ismail Latifit që ta bëjë betimin. Si kryetar komunës Lahovecit. Unë, Ismail Latifi, betohem solemnisht se do t'i kryej detyrat me nder, me besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit do t'i ushtroj autorizimet e mia si kryetar i komunës së Lahovecit, në mënyrë që të sigurohen kushtet për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Të dashur qytetarë të komunës së Lahovecit, të dashur familjarë të dëshmorëve, të martirëve, veteranë invalid të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, ish burgosur politik, veprimtar, përfaqësues të gjitha institucioneve e të organeve komunale, përfaqësues nga policia, komandant i stacionit kapiten Morina, udhëheqës të bashkive fetare, të shoqërisë civile, të KFOR-it, të mediave,
mysafirë të ftuar, të pasues të bizneseve, të dashur bashkëpunëtorë dhe miq, të dashur familjarët mi, të kom babajnë, xhaxhavarët, bashortën time, fëmijët e mi, etnikun Aden, Leonitën po ashtu, nuse jona, familjarët tjerë, e mysafirë të ftuar. Të nderuar anëtarë të zgjedhur të Kuvendit Komunal që posa u betuat, i nderuar kryesuesi i kësaj seance, zoti Salis Alteku, të dashur pjesëmarrës, përfaqësues të partive politike, ku e kemi kryetarin e PDK-s, zotin Edon Cona, dhe të gjithë të tjerët që janë të pranishëm në këtë salë. Sot qëndroj para jush me ndjenën më të thellë të nderit dhe të përgjegjësisë. Sot e vazhdoj mandatin tim si kryetar i komunës së Rahovecit për të tretën herë radhazi, të katërtën në këtë udhëtim të përbashkët. Ky është besim i madh që një njeri mund ta marrë nga populli i tij. Ky është vlerësimi më i lartë që qytetari ja bën punës për kushtimit dhe fjalës së mbajtur, dhe unë këtë besim nuk e marr si privilegj, por si detyrim. Në këto vite kemi kaluar shumë rrugë bashkë. Kemi ndërtuar e kemi përballuar sfida. Kemi marrë vendime të vështira, kemi punuar ditë pas dite për ta çuar Rahovecin përpara. E kemi bërë me qetësi e me përkushtim, me vendosmëri e me guxim, me përgjegjësi e me besim, të bindur se vendi ynë asnjëherë nuk kishte, as nuk ka kohë për të humbur. As Rahoveci nuk ka kohë për të humbur. Mandati që fillon sot është forcimi i zotimit tim. Një zotim i qartë se komuna Rahoveci do të ecë drejt standardit, drejt përparimit dhe drejt një të ardhmeje që ndërtohet me punë të përditshme. Unë betohem si një njeri që ka parë, që ka mësuar, që di peshën e përgjegjësisë dhe kupton thelbësisht ritmin që kërkon zhvillimi. Ky mandat është shenjë e qartë besimi, por është edhe thirrje për të mos u mjaftuar asnjëherë me atë që është bërë deri tani. Është thirrje për të çuar punën tutje, për të kërkuar më shumë nga vetja, për të kërkuar më shumë prej të gjithëve që mbajnë përgjegjësi publike. Sepse Rahoveci nuk ngrihet me fjalë, Rahoveci ngrihet dhe ecë pandalshëm vetëm me punë, me disiplinë dhe me vendimarrje të drejtë. Do të jem përherë kryetari që udhëheq me ndershmëri, që mbron interesin publik, që ruan dinjitetin e institucionit, që është i drejtë dhe i barabartë me secilin e secilën, që qëndron dinjitos dhe i gatshëm për të ushtruar përgjegjësitë dhe vepron për interesin e madh publik e qytetarëve, që është krah josh në çdo sfidë që prek jetën e komunës sonë, të qytetarit të komunës sonë. Unë e di sa shumë kërkon kjo detyrë, e di sa shumë vështirësi ka, e di sa shumë sytë e njerëzve janë të drejtuar, ka kuvendi i komunës, ka kryetari i komunës, ka ekipi i tij, për drejtësi, për përgjigje, për zgjidhje. Dhe ju them sot me bindje të plotë, unë do të jem aty, siç kam qenë, siç duhet të jem. Të dashur qytetarë, ky mandat është prova 4 e besimit tuaj dhe është edhe përgjegjësia ime më e madhe që të mos lejoj asnjë hap pas, të mos humbas asnjë ditë pa punë, të mos kursej asnjë energji për të mirën e komunës së Rahovecit. Puna jonë ka qenë e vështirë, por e drejtë. Rruga jonë ka qenë sfiduese, por e qëndrueshme. Besimi juaj e ka bërë të mundur që sot të nisë një tjetër kapitull, më i fortë, më i qëndrueshëm, më i vendosur. Qytetarë të dashur, unë betohem sot përpara jush, përpara kësaj komune dhe para ndërgjegjës sime. Do të udhëheq me vendosmëri, do t'i shërbej Rahovecit me të gjithë forcën, me përvojën dhe me dijen që kam. Do të punoj me ritmin që kërkon koha dhe me përgjegjësinë që kërkon besimi juaj. Rahoveci është shtëpia jonë, është nderi ynë, është obligimi ynë i përbashkët, ndaj nuk do të ndalemi. As sot, as nesër, as një ditë të këtij mandati. Ju falenderoj nga zemra për besimin, me ju e për ju puna nuk ndalet. Falenderoj.